Ëmbëlsira e fundjavës shumë e shpejtë dhe e shijshme. Si fillim do të na duhen 2 vezë, 100 gram sheqer. Do t'i rrahim mirë me mikser vezët bashkë me sheqerin. Do vazhdojmë t'i rrahim për disa minuta derisa sheqeri të shkryhet plotësisht dhe masa të dyfishohet. Më pas do t'i hedhim rreth 80 ml vaj. Do t'i hedhim vanilje sepse jep aromë shumë të mirë. Nëse nuk keni vanilje lëng, mund përdorni vanilje pluhur. Dhe tashmë do të hedhim mielin, gjithsej për këtë recetë kam përdorur rreth 300 gram miell. Dhe gjithashtu tek mielli kam hedhur 7 gram pluhur pjekës. Nëse nuk keni pluhur pjekës, mund t'i hedhni 1 lugë çaji sodë buke. Miellin do ta sekim. Dhe më pas do ta përzijej mirë derisa mielli të mos ngelet më me kokriza. Të gjithë masën do ta hedhim në tavën në të cilën do ta pjekim. Unë e kam lyer me vaj, por mund ta lyeni edhe me gjalp sipas dëshirës. Unë kam përdorur këtë tavën, siç e shikoni në video, nëse nuk e keni mund të përdorni një tavë tjetër, nuk ka problem. Do ta përhapim mirë nëpër të gjithë tavën dhe më pas do ta vendosim të piqet në furrë të parangrohur me 175 gradë për 20 deri 25 minuta. Tashmë në një enë tjetër do të hedhim rreth 300 ml qumësht, 3 lugë gjelle qumësht të kondensuar ose siç i thon disa qumësht panda. Dhe 100 ml pana për ëmbëlsira. Do t'i përzijej mirë. Dhe të gjithë masën do ta hedhim sipër tek pandispanja. Më pas do ta lejmë të pushojë derisa ta ketë pirë të gjithë qumshtin. Tashmë do ta kthejmë dhe do ta vendosim në një pjatë. Ndërkohë që në një enë tjetër do të rrahim rreth 100 ml pana për ëmbëlsira. Do vazhdojmë të rrahim mirë me mikser për disa minuta derisa masa të mpiqet dhe të jetë dyfishuar. Siç e shikoni, tashmë e ka pirë të gjithë qumshin dhe do t'i hedhim sipër kremin e formuar. Do ta përhapim mirë. Dhe në fund do t'i hedhim krem karamel. Recetën e kremit karamel ju kam sjellë edhe herët e tjera me video. Nëse dëshironi recetën mund të më shkruani në koment dhe unë mund t'ju dërgoj linkun. Do vazhdojmë të hedhim kremin karamel derisa të mbulohet gjithë sipërfaqja. Pasi kemi hedhur kremin karamel, do ta dekorojmë. Unë kam përdorur pak nga pana që raha pak më parë dhe i kam bërë këto vijat për ta dekoruar, por nëse dëshironi mund ta konsumoni ashtu siç është. Tashmë do ta vendosim në frigorifer për 1 deri në 2 orë derisa të ftohet pak dhe
më pas e keni gati për ta konsumuar. Kjo është receta e trileçes në një version pak më ndryshe, por shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë, dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.